Në kuadër të aksioneve të ndërmarra nga qesh shpërndarje në rrethin e Pukës u bë mundur rimonti të gjithë linjave elektrike në zonën e Qafmalit, ndërkohë që transformatori i cili qëndronte në një kabinë gati në të shembur u largua prej andej duke bërë të mundur vendosjen e tij në një zonë më të sigurt edhe sa i përket vjedhjes. Për kreun e qez në rrethin e Pukës Nduaj Nikolli, aksioni do të përmirësojë furnizimin me energji elektrike në të gjithë këtë zonë, ndërkohë që brigadat e riparimeve do të vijojnë punën edhe në komunat e tjera të rrethit të Pukës, ku linjat janë teje të amortizuara. Shërbimet që ne po bëjmë sot, këto janë është një rrjet që është dëmtuar ka mbi 10 vjet sa është vendosur dot. Muin prill kemi parashikuar të bëjmë ribotet e gjithë fidat e rrethit Pukës. Fillimisht kam filluar me fidin e Lufit, do vazhdojmë me Shafën e Malit, do vazhdojmë me Iballën, Firzën dhe gjithë rrethin e Pukës do të mbuloj gjitha shërbimet që janë të dobëzoshme për të u bënë linjet elektrike. Kreu i qez ashtu si i gjithnjë kohëve të fundit ka shfrytzuar komunikimin mediatik duke përsëritur thirrjen për likuidimin e faturave të energjisë, pasi kështu do të shmangen procedimet për ndërprerje të energjisë, por njëherët do të krijohet mundësia për t'ju përkushtuar rimonteve që garantojnë furnizim me energji elektrike. Gjithë abonentët të paguajnë energjinë elektrike, mos kemi nevojë që të organizojmë aksione për shërbimet për pagesën e energjisë elektrike, por aksionet të organizojmë vetëm në shërbimin e rrjetit elektrik. Dhe njëkohësisht bëj thirrje që të heqin dorë të lidhjet e paligjshme, që kemi probleme sidomos në disa zona si në Gjegjen, në Gomsiqe, në Korthule, ku do të ndërhyjë edhe nga forcat e policisë dhe dje kemi bërë dy procedura që janë dhënë për njëkje penale në Gomsiqe. Dhe njëkohësisht do të ndërhyjmë përsëri në gjitha aty ku do ketë lidhje të paligjshme, me njëherë do të nishin penalisht do të veprohet sipas ligjeve të shtetit. Pak ditë më parë qesh shpërndarje në qendër vlerësoi si degën më të mirë qesh shpërndarje në rrethin e Pukës, ndërkohë që treguesit krijuan mundësinë që Agjencia e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në rrethin e Pukës të marrë të gjithë materialet e duhura në magazinat qendrore për të kryer punime dhe rimonte në të gjithë linjat problematike, gjë e cila nuk ka ndodhur prej shumë vitesh.